Miq, zonja dhe zotrin, në këtë të hënë të datës 9 janar, unë jam Reza Xhaxhiu dhe ne do të qëndrojmë së bashku për rreth 60 deri në 80 minuta në një bisedë që unë kam shumë gjanë, sepse bëj rrallë e bërë një herë në vit, ose maksimumi 2, po për çfarë do të flasim. Shikoni, viti 2017 që sapo lam pas, viti 2016 që sapo lam pas ka shënjuar disa ngjarje për Shqipërinë tonë. Në 2017 që kemi pak ditë që kemi hyrë, është edhe viti fundit i mandatit të qeverisës të së Majtëve të rilindjes. Po, çfarë shënjoi në fakt 2016 për Shqipërinë dhe shqiptarët? A jetuam ne më mirë në vitin që sapo lam pas? A prekëm ne rritjen e prekshme ekonomike të vendit? Dhe a ndikoi ajo që ne të jetojmë pak më mirë se sa 1, 2 apo 3 vjetë më parë. Çfarë politike u konsumua tek e fundit gjatë 2016 dhe a u bët Shqipëria më e besueshme dhe më e pranueshme në sytë e partnerëve europian dhe atyre amerikan? A ishim ne më fqinj me fqinjet në 2016? A konsumuam në këtë vit më shumë kulturë, art, letërsi, teatr të mirë, kinema të mirë? Tek e fundit, a kemi ne të drejtë sot, në 2017 në shekullin e 21, besojmë se Shqipëria pati një rilindje urbane, atë rilindje që ne e besuam 3 vjetë më parë, me ardhjen e të Majtëve në pushtet? Këto janë disa pyetje në fakt të thjeshta, që gjithsecili prej jush, aty ku është në këto momente, i bën shpesh. Ja bën vetes, ja bën bashkëshortes, ja bën komshiut, ja bën shokut apo mikut. Janë pyetjet ekzistenciale të një shoqërie e cila beson, voton dhe beson qeverinë përkatëse. Unë këto pyetje do t'i ngres sot në emisionin tim dhe do t'i ndaj përgjigjet me një mik të mirë, i cili më vjen rrallë për kur vjen në lëshenjë. Unë i themi mbrëma, profesor Përparim Kapës, filozof, antropolog. Profesor mi mbrëma, mirë se e bashkuar, bëra një hyrje pak të gjatë të Xhaxhiu, por gjithsesi ndjehem mirë që do ta ndaj këtë pjesë të natës me juve. Shiko, çdo vit që ikën shënjon disa ngjarje kulmore për një vend. Në optikën tuaj, cilat kanë qenë disa prej tyre që kanë lënë gjurmë për Shqipërinë e 2016, për shoqërinë, për segmente të ndryshme të? Me qartë. Ka qenë një vit i mbushur me ngjarje të brendshme, me ngjarje ndërkombëtare. Bile intensiteti i tyre shpesh ka qenë i tillë që ato kanë gëluar në mënyrë gati të paparashikueshme. Por do të veçoja disa prej tyre si pika kulmore, për shembull zhvillimi për herë të parë i Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Shqipëri ishte një ngjarje e rëndësishme për jetën politike dhe për Shqipërinë si një vend me një eksperiencë relativisht të shkurtër si antare e NATO-s. Një ngjarje tjetër e rëndësishme do të veçoja në maj të 2016 është për herë të parë një vizitë e veçuar, se të gjithë hierarkët fetar shqiptar kanë qenë në Selinë e Shenjtë, po ishte vizita e kryegjyshit botror, Baba Mondit, dhe pritja që i bëri Papa Francesku, e cila në gjykimin tim të i kaloi disa paragjykime që i bëheshin Shqipërisë si një vend me shumicë popullsi muslimane dhe hapi rrugën, duke ka përcyer skeptikët evropianë se ky është një vend evropian me tolerancë fetare, me një bashkëjetesë fetare dhe krejt i pranueshëm në familjen e madhe evropiane. Një ngjarje tjetër e rëndësishme do të thosha ishte vizita e beftë e drejtorit përgjithshëm të CIA-s në Shqipëri, një vizitë që siç dihet nga natyra, shërbimet inteligjente nuk është se lënë gjurmë të dukshme, ata veprojnë me mekanizmat e tyre, me sistemet e tyre, por edhe ne nga larg mund të bëjmë një lloj vlerësimi, sepse fakti që u takua vetëm me kryeministrin, me drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe
drejtuesin e lartë të Shërbimit Informativ Kombëtar, duke menjanuar Ministrin e Brendshëm, nuk është e vështirë të kuptosh se cilët janë partnerët e besueshëm, çfarë kërkohet dhe në cilat drejtime duhet hecur. Sigurisht, gjatë 2016 ka pasur edhe ngjarje të tjera si reforma në drejtësi. Da flasim, po kemi shënterim në Terezës. Po. Një tjetër ngjarje kulmore. Është një ngjarje kulmore, shënterimi në Terezës. Madje këtu doja nënvizoja diçka tjetër shumë interesante, sepse ajo është shpallë shenjtore e mëshirës, shenjtore e Kalkutës, ndërsa në fakt e tërë ceremonia u bë shqiptare, me personalitete të shqiptarëve në gjitha trevat e tyre, dhe bën përshtypje një formulim që nuk ishte lapsus, po ishte një gjë e kalkuluar kur u fol për Shkupin shqiptar. Dakor. Dhe shënterimi në Terezës mbylli një cikël të plot, shqiptarët kudo që janë, edhe ata që sjetojnë më, po dhe ata që do jetojnë të ardhmen, kanë diçka ndryshe nga popujt e tjerë, sa jo gjithë popujt kanë arritur të kenë shëntorët e tyre dhe u thyen dhe disa tabu, kështu që edhe kjo ka qenë një ngjarje kulmore. Okej. Juve përmendet reformën në drejtësi, unë jo rastisht tash që do t'i kushtoj një minutazh të caktuar, sepse viti 2016 do të mbahet mend si viti i reformës në drejtësi. Filloi dhe u mbyll me këtë reformë e cila për klasën tonë politike ishte si një gur Sizifi. Në gjithë këtë proces, unë veçoj dy palë. Ai që shtyhej nga faktori ndërkombëtar, me fjalë dy pole, ai që shtyhej nga faktori ndërkombëtar dhe poli tjetër ishte poli disponibilitetit i klasës politike. Pyetja, çfarë ju bën ju profesor optimist ose pesimist në fatin, ecurin, seriozitetin e kësaj reforme në vitet që do të vinë? Po, për korrektesë do të themi që procesi i ndryshimit legjislacionit ende nuk ka mbaruar, është implementuar vetëm paketa me ndryshimet kushtetuese që për herë të parë lejon edhe faktorin ndërkombëtar në vlerësimin e njerëzve që do të punojnë tashetutje në sistemin e drejtësisë, implementimi i strukturave të reja që janë goxha shumë, ende nuk ka filluar dhe jemi përballë pastrimit ose ndryshe vettingut, ligjit vettingut, i cili me gjithë peripetësitë që krijoi diskutimi, javashllëku në gjykatën kushtetuese, kërkesa për të marrë një vlerësim nga Komisioni i Venecias, më në fund u arrit që ky ligj kaloi me një shumicë relativisht konsiderueshme në gjykatën kushtetuese, sepse vetëm 2 kundërshtime pati. Tashti çfarë më bën mua optimist për reformën drejtësi? Optimist në radhë parë mua më bën që populli shqiptar, qytetarët, kudo ku banojnë, në fshat apo në qytet, në zonë urbane apo në zonë jo urbane, janë pakënaqur nga sistemi i drejtësisë. Dhe nëse populli ishte pakënaqur për një nga pushtetet, i cili në mos direkt, indirekt, del nga sovraniteti i popullit, sepse në përgjithësi gjyqtarët emërohen nga parlamenti, atëherë kjo histori nuk mund të vazhdojë pafund. Mirë ai që mendon se mund t'ja dalim me pakënaqësinë e popullit. E dyta është që më bën optimist është fakti që si rrallë herë faktori ndërkombëtar është jashtëzakonisht i vendosur për ta çuar deri në fund spastrimin e drejtësisë në Shqipëri. Dhe kjo nuk ka të bëjë thjesht me këtë pushtet në mënyrë autonome. Ka një arsyetim më të thellë. Duhet pastrohet e tërë shoqëria shqiptare, duhet pastrohet edhe pushteti politik, pra legjislativ, ekzekutiv. Por në shtetin ligjor, ky pastrim nuk bëhet me urdhër. Nuk bëhet as me revolucion, as me kundërrevolucion. Ky bëhet me pushtetin gjyqësor. Në këtë kuptim, pushteti gjyqësor ka në dorë fatet jo vetëm të vetes, po të gjithë sistemit politik demokratik në Shqipëri. Pra, do të vazhdojë Shqipëria në rrugën demokratike, do mbetet në vend, apo do bëj hapa pas. Po kam një ndërhyrje. Fakti që europianët dhe amerikanët po e dimensionojnë betejën ligjore ndaj peshqve dhe jo ndaj peshkaqenëve, a flet kjo për faktin se beteja ka filluar ende pa mbaruar? Ose ka mbaruar pa filluar? Jo, ndërkombëtarët shpeshherë kanë nënvizuar që ne nuk jemi të kënaqur me veprime dekorative të
kapjes së peshqve të vegjël. Ata kanë një informacion të plot për lidhjen që ka politika e lartë me krimin e organizuar, për pasuritë maramëndse të politikanëve dhe të individëve të caktuar në pushtetin e drejtësisë, dhe se si bota kriminale ka arritur të fitojë akses deri në pushtetet e larta, ose duke urdhëruar, ose duke qenë prezent deri në pushtetet e larta. Kështu që askush nuk duhet mendojë që edhe ndërkombëtarët do të lodhen dhe do të jenë të kënaqur me një dekoracion. Profesor Kape, ju mendoni se Shqipëria do të ndjek variantin rumun, kroat, pse jo dhe atë serb në arrestimin e emrave VIP të politikës? Po s'ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Bile, unë do të thoya që kur Partia Socialiste do të vinte në pushtet para 4 viteve, ajo artikulonte me zë të lartë Sanader dhe sanaderizmin e Shqipërisë. Dhe përmendin rastin e kryeministrit Kroacisë, i cili nuk që njeri do kudo. Ai kishte firmosur marrëveshjen e antarësimit në NATO. Dhe megjithatë, kroatët nuk u ndalen. Po kështu në Serbi filloi një spastrim i madh, gati rreth 100 veta nga fusha e biznesit, nga fusha e politikës, nga sistemi i drejtësisë dhe fusha të tjera, dhe kjo përshpejtoi rrethanat, kushtet dhe faktorët për hapjen e negociatave dhe për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, me një ritëm gati të çuditshëm. Kjo ndodhi në Rumani dhe Shqipëria nuk mund bëj përjashtim. Pra, ju mendoni se ne do të kemi një situatë jakobine në Shqipërinë e 2017-ës? Ligjore. Ligjore, sigurisht. Jo gjetoniste. Dakord, po. Ligjore. Po mirë, a ka një risk që kjo reformë të përdoret si një armë në duart të majtëve? Kjo është një rezervë që kanë të djathtat. Kjo më duket një lojë me mullitë e erës. E kush ka thënë nga ndërkombëtarët që përballë vettingut të majtët janë të imunizuar, ndërsa të djathtat janë të akuzuar? Kush e ka thënë këtë? Ku e dim ne? Mund të ndodhi që kryeministri sotëm të jetë i pari që skartohet nga vettingu. E dim ne? Ish kryeminist. Ata thonë, kryeministra dhe ish kryeministra, president dhe ish president, ministra dhe ish ministra, prokuror të përgjithshëm dhe ish prokuror. A i digjoni me vëmendje. Kush nga këta thotë që qenë ka imunizuar dhe mund ta përdori këtë si kal beteje kundër forcës tjetër politike. Kjo lojë nuk shkon më. Okej. Nëse supozojmë që procesi vettingut vënon, pengohet, ose pse jo, bëhet edhe gjysmak, përpara kemi zgjedhjet e 2017-ës, a keni juve të themi, një mendim alternativ se si mund të bëhet i besueshëm vettingu deri në prag zgjedhje? Sigurisht, unë jam i shqetësuar për këtë që thatë ju, sepse duke qenë në një vit elektoral, gjërat mund të mpleksen, mund të zvariten me procedurë, edhe të pritet sa të konstituohet parlamenti i ri dhe pasaj pritet të vjeshta, e tjera. Shtyrja në kohë do të ishte humbje kohe për ecurinë historike të vendit tonë, por jo rrugë shpëtimi. A kam unë një mendim alternativ? Po, unë e kam një mendim alternativ dhe dua të bëj sot një thirrje publike. Do t'i bëj një kërkesë publike kryeministrit të Shqipërisë, zotit Edi Rama, që është një herësh edhe kryetari i Partisë Socialiste. Do t'i bëj një thirrje publike kryetarit Partisë Demokratike, zotit Lulzim Basha. Dhe do t'i bëj një thirrje publike kryetarit Parlamentit dhe një herësh kryetarit të LSI-s, zotit Ilir Meta. Nëse ju, zotrinj të nderuar, jeni seriozisht për vettingun, merrni një iniciativë. Paraqisni listat e plota të njerëzve tuaj që ju mendoni se do të jenë në parlamentin e ardhshëm, në pushtetin lokal, në sistemin gjyqësor, vini emrin tuaj të parën dhe thoni, vettingu të filloj. Të hetojmë unë i pari zoti Rama, dali pastër apo s'dali pastër. Nëse dali pastër, kaloj nga ana tjetër dhe i them publikut, ja ku jam, vettingu më nxorit pastër. Nëse s'dali pastër, i them publikut, këtu marrëveshja jonë mbaroi. Pse? Ka që e vështirë është që zoti Rama të gjeje 5.000, 6.000 veta të pastër, djem e vajza, burra dhe gra, specialistë të fushave të ndryshme që nuk e kanë gjyer as shpirtin, as dorën dhe as ndërgjegjen në korrupsion?
Dhe nga këta, ka që vështirë është që jo 140, po 280 kandidat të mundshëm për parlamentin e ardhshëm të jenë kandidat për të zgjedhur deputet. Ka që vështirë është që ai të gjej 1000-2000 veta për këshillat bashkiake. Ka që vështirë është të gjenden 200-300 juristë që kanë studiuar brenda dhe jashtë Shqipërisë, që mund të ndërtojnë një sistem drejtësie të besueshëm, njerëz që do të jetojnë vetëm me pagën dhe me barazin para ligjit. Okej. Ja, si bëhet vetingu, dhe mos i bini për qarë. Dhe ndoshta të thjeshta janë gjërat. Me qoftë se je i vendosur. Këtë duhet bëj edhe zoti Basha. Dhe ta lën lojën e cicmiceve, ky do të kapi pushtetin e drejtësisë, ne nuk e lëm, por në qoftë se do ta kapi ky, kjo nën kupton që e ka kapur ti tashti. Se po ti ishte i pavarur, do thojë që ky është i pavarur. Okej. E lëm për pak bisedën që fokusohet tek politika, hidhemi në një fushë dhe në një sektor që ka lidhje me xhepat tona, ka lidhje me mirëqenien tonë, do flasim pak për ekonominë. Çfarë ekonomie patëm në 2016 në optikën tuaj, profesor? Pse insistoj? Sepse shumë analistë ekonomistë që kam pyetur aty ku juve jeni ulur në studion time, qoftë financier, banker, janë shprehur se 2016 ishte viti i një ekonomie distrofike. E ndani dhe ju? Po, normal. Bile, unë do të kërkoja që bashkë edhe bashkë me publikën që në ndjek, të zbresim me një sond të thellësive të cekta dhe të shkojmë 4 vjetë përpara kur e Majta erdhi në pushtet. Gjë e parë që shprehu në programin e saj, kur aprovoi ligjin për buxhetin e shtetit në fund të vitit 2013, ishte ne do ta nxjerrim nga kriza ku është futur ekonomia jonë, ne do të sigurojmë rritje ekonomike të qëndrueshme dhe do të ndërtojmë marrëdhënie të shëndetshme me biznesin privat, i cili në një masë të konsiderueshme ishte asfiksuar për shkak të mungesës të pagesave që qeveria e mëparshme nuk i kishte realizuar shumë kompanive që ishin përfshirë në ndërtimet me fonde publike. Është kështu? Po. Tashti, çfarë ndodhi? Me njëherë u mor një kredi dhe borxhi shkoi në 72%. Madje në një nga deklaratat e fundit të zotit Berisha në një studia dhe mos gabojmë këtu ka qenë duhet po, ka thënë që pavarësisht nga kundërshtimet që unë kisha me qeverinë nano, ne e gjetëm borxhin 58, e çum 62, këta e kanë çuar 72. Tashti, mbas 4 vjetësh ne kemi drejtë të themi, këto para që ju i morët për të rritur borxhin dhe për të paguar këto kompanit, a shkuan ke kompanit në masë absolute? Në qoftë se kanë shkuar, dakord, një hap më tej, çfarë impakti ekonomik sollën? Cilat vepra që kishin mbetur në mes u përfunduan? Dhe cili është feedbacku që ato sollën në zhvillimin ekonomik të vendit, në zhvillimin e transportit, apo në zhvillimet të tjera të karakterit publik, sepse ato ishin investime me fonde publike. Nëse nuk ka një transparencë të tillë, atëherë ne jemi të detyruar të dyshojmë se këto para që u morën nga ky borxhi nuk u përdorën me Niko Qerllak. Vim tek viti i fundit i 2016. Unë kam ndjekur me vëmendje gjithmonë guvernatorin e ri të Bankës së Shqipërisë, sepse atje ti kupton se si është sistemi financiar dhe monetar i një vendit. Propaganda me sociologji ekonomike mund të mashtrojë. Dhe ne kemi 2 ose më saktë 3 fenomene. Ende të lartë kredite pa kthyer dhe bankat sekuestrojnë pasuritë patundshme, janë kthyer në magazina të pasurive të patundshme. Kemi nivel të ulët të kreditimit të biznesit, kemi ikje të likuiditetit jashtë vendit, pasi shumica e bankave të nivelit 2 janë banka me kapital të huaj, dhe rënjen enormës së interesit të kreditorëve të bankave në një nivel aq të ulët sa banka mund të kthehet thjesht një magazin që të mban paret se ti nuk fiton asnjë. Pra, ne që kemi likuiditet,
s'kemi interes të qëjmë në bankë, se nuk fitojmë gjë me kursimet tona. Ata që ka nevojë të marrin kredi, nuk marrin kredi në bankë, sepse niveli i kreditimit është shumë i lartë. Likuiditetet ikin jashtë, atëherë lind pyetja, nga ka ardhur zhvillimi ekonomik? Po çfarë është shteti? Shteti është një familje. Në qoftë se ti në një familje, parat që hynë janë me vlerë të ullët dhe parat që ti paguan janë me vlerë të lartë, si u zhvillove ti? Pa ma thuaj, nga të doli ky prosperitet ekonomik dhe ky zhvillim ekonomik. Po, ka një problem këtu. Duket se këtë vit ekonomia jonë vuajti nga njëjta sëmundje, pra rritje statistikore, por jo rritje cilësore. Pra, pyetja është, pse rritja statistikore, sikundër trumbentohet nga qeveria, nuk i përgjigjet cilësisë së jetës së shqiptarit? Shiko, ky është një spekulim i madh që bëhet në gjithë botën. Okej. Mos së gënjeni nga shifrat që flasin për rritjen e GDP-s. GDP-a është një përllogaritje midis popullsisë dhe prodhimit përgjithshëm bruto. Nuk e mat ky nivelin. Në qoftë se Banka Botërore dhe FMN-ja thot, po, kemi këtë rritje të GDP-s, po Banka Botërore thot që 50% të shqiptarëve jetojnë me 7.000 lekë të vjetra në ditë. Pra vendo, jemi 2.800.000, 1.400.000 janë të varfër. Dhe brenda këtyre, 3, 4 apo 5%, sepse koeficienti i gabimit mund ta lejë këtë, janë në mizerje. Atëre, si të besosh ti që rritja, ti mund thua që po, ndala rënjen dhe kam filluar të shlyej borxhin. Kjo nuk mund të mohohet sepse ka instrumenta FMN-ja dhe Banka Botërore dhe s'ke nga lëviz. Ka që është detyrimi këtë vit. Aspekt tjetër i zhvillimit ekonomik është raporti mes eksportit dhe importit. Në qoftë se ti vazhdon ti jesh me salto negative, atëherë prodhimi vendas nuk ta mbush tregun. Pra ti eksporton valutë dhe sjell mallra. Në qoftë se shtresat në nevojë nuk janë paksuar, po kanë mbetur atje ku ishin 4 vjet përpara, ose mund të jenë shtuar, atëherë ku është ndryshimi ekonomik? Në qoftë se ti thua para 4 vjetësh që unë do të hap 300.000 vende pune dhe ti nuk i hap, atëherë ku është zhvillimi ekonomik? Nga do vinë të ardhurat? Në qoftë se në 2 vjetët e fundit, sipas revistës Monitor, 80% atyre që ikën nga Shqipëria janë deri në 35 vjeç, pra forcat e gjalla njerëzore të ikin, atëherë nga do vi zhvillimi ekonomik? Nga mosha e mesme dhe mosha e tretë? Pra, si në aspektin monetar, financiar, demografik, marrëdhëniet me jashtë, marrëdhëniet bank-treg, investime direkte apo indirekte. Le të marrim investimet e huaja. Atë do thoja. Shiko, unë kam disa shifra për investimet e huaja, të cilat deri në fund të vitit 2015 vijojnë të jenë 25% nga Greqia, 18% Kanadaja, 14% Holanda, 13% Italia. Pyetja është kjo, a janë këta partnerët? Më duket se nuk është kështu. Është 25% janë greke. Greke, po. Po, janë 14% holandeze, 13% kanadeze dhe 11% italiane. Dakor. Pyetja është kjo, a janë këta partnerët real strategjik të Shqipërisë? Edhe flitet për një shifër gati 5 miliardë. Edhe mua më ka bërë përshtypje, unë në një media e dëgjova, po besoj se informacioni do t'jetë zyrtar, sepse ata i kanë marrë nga burime zyrtare, të bën përshtypje diçka. Si ka mundësi që investitori kryesor i huaj në Shqipëri të jetë vendi më problematik i Bashkimit Evropian? Ai që ka qindra miliarda euro borxhe, qenë ka investitori më i madh këtu. Dhe nga njëra anë ti thua partneriteti strategjik nisma e Berlinit me Gjermaninë, dhe niveli investimeve gjermane nuk qeka as ke 11% që ka një arsye, ju e dini cila është arsyeja. Ka arsye. Një Gjerman nuk mund të vija shkollaj sa një Grek me një shtet aligjor. Sikundër ata e cilësojnë Shqipërinë. Shiko, ky është një shkak. Me super korupcion. Ky është një shkak, po nuk mund të thuash për shembull që dhe holandezët pranojnë një lojë pa rregulla apo kanadezët. Problemi është që ti nuk ke prioritete në investime. Nuk bën një studim fizibiliteti të një strategjie 30 vjeçare.
40 vjeçare. Pra, në qoftë se gjermanët kërkojnë dhe janë të gatshëm të investojnë në hidrokarbure dhe në energjetik, dhe ti nuk i jep partneritet ai me zor, s'ka pse të hyjë në tregun tënd. Në qoftë se ti nuk ke një projekt, ide, për shembull, që të paktën në trevat me shqiptar, të kenë një qendër të montimit automjeteve në Shqipëri, pra të hapi një degë, për shembull Volkswageni këtu. Dhe të gjithë shqiptarët në trevat, po edhe Ballkani, të arrijnë të marrin me leasing automjete të reja, dhe të hapësh edhe një front të gjerpune, edhe zhvillim teknologjik, etj. Pra, investimet direkte të huaja nuk mund të lihen në mënyrë spontane, thjesht rastësisë. Kërkon planifikime afatgjatë. Unë kam pas rastin të bisedoj drejt për së drejti me një personalitet të stafit ambasadës amerikane, i cili erdhi në universitetin tonë, a i mbulon të sektorin e tregtisë, dhe më habiti që marrëveshje tregtare me ne ishin të një nivelit të ulët, rreth 20 milion euro në vit, dhe ishte thjesht blerje pulash të ngrira në Georgia. I thashun, po më falni, ju po flisni për një dashuri të madhe që keni për Shqipërinë, përse nuk investoni më shumë këtu, po thjesht marrëdhënie tregtare? Edhe ai shpejt e shpejt më në shpotit se më tha, po sepse këtu tregu është shumë i vogël. I thashë, më falni, po për Turqinë, për Kinën, për vendet e tjera, nuk është i vogël? Atëre e kishte kundër përgjigjen gati, tha, po këtu tha nuk ka rregulla loje, ka abuzim, ka korupcion e tjera. Po ne prandaj ju duam juve, i thash, që të luftoni këtë gjë. Dhe i thash, po t'jap një ide falas. Çfarë tha? Zhvilloni sektorin e peshkimit me industrinë e përpunimit peshkut, dhe i fola për një traditë që kemi pasur ne në qytetin e Vlorës, ku teknologjia ishte e gjitha nga Gjermania lindore. Pra, në qoftë se në Shqipëri, të gjitha forcat politike, nuk ka rëndësi kush është në opozit, kush është në pozit, je sot në opozit, do vish nesër në pozit. Nuk artojnë një strategji të zhvillimit ekonomik të vendit tonë në 20 apo 30 vjetët e ardhshme, Shqipëria do të vazhdoj të përpëlitet kështu me mballoma, dhe do të mbetet një vend ku ndërtohen vetëm politika asistenciale. Juve flisni për mungesë strategjie. Unë kam një pyetje që ka lidhje me një opsion tjetër, madje do ju përmend këtu dhe Friedrich Hayekun, ju e njihni, e keni lexuar. Shiko, a ka sot një varësi të ekonomisë shqiptare ndaj vullnetit politik dhe nivelit profesional të ekipeve të dyshim të qeverisëse? Pse e bëj këtë, më falë profesor? Apo ndodh ajo që e ka thënë Friedrich Hayeku, do doja ta citoja, në kohërat moderne, një qeveri mund të bëjë gjithçka me pretekst se është shumicë politike dhe se çdo maxorant në shfaq çdo ditë më shumë tendenca të hapura për të zëvendësuar ligjin dhe në mjaft raste edhe sjelljen ligji jam unë. E ta se mua. Shiko, unë kam studiuar Hayekun edhe debatet që bëhen sot, bile kohët e fundit, ka pasur botime shumë interesante edhe për neoliberalizmin, për anët pozitive dhe anët negative. Era Trump do të jetë një erë e neoliberalizmit. Për publikun e gjerë, sepse jo të gjithë janë specialistë, Hayeku dhe shkolla e tij që fillon vitet 30 dhe vazhdon mëtej edhe në shekullin 20, por në shekullin 21 ka shumë autor pro dhe kundra. Pro dhe kundra. Sepse sot ka vdekur Zygmunt Bauman, filozof dhe sociolog nga më të mëdhenj, që është kundër pikpamjeve liberale dhe neoliberale. Pra, në qoftë se shteti e bllokon tregun dhe iniciativën e tregut dhe komandon funksionimin e tij me një lloj autoritarizmi ekzekutiv dhe me ndërtimin e një sistemi ligjor blokus që vënë në kontroll iniciativën e lirë në treg, ajo është një qeveri që do të rrëzohet. Por ama edhe e kundërta. Në qoftë se konkurenca e lirë e tregut dhe mekanizmat që ajo krijon në kushtet e globalizmit dhe konsumizmit shmangin demokracinë dhe vënë për fund interesat publike, edhe në atë rast pasojat do t'jenë të rënda. Kështu që, sepse Hayeku kur vajti në Kili tha, më mirë një sistem totalitar me Pinochetin, por me treg të lirë. Mirë, po më vonë nuk ndodhi kështu. Iku Pinochet ra dhe ekonomia kiliane. Kadyrov është një nga
propagandistët e presidentit Bush, i cili u sugjeronte politikanëve të tij të përdorin atë që ai e quante strategjia Sherezades. Në funksion të kësaj pyetja, a shikoni juve sot tek zoti Rama dhe ekipi i tij tendencën për të zhvendosur politikën ekonomike nga real politika në një politikë virtuale? Në aspektin propagandistik shoh, po në aspektin real ja. Nuk ka një nivel të tillë teknokratësh në Shqipëri për të ndërtuar sisteme ekonomike të drejtimit, kontrollit, komandimit me gjuhën e avancuar digjitale. Ne kemi mbetur ke regjistrat e klasave, edhe ke regjistri i shkollës ku babai mund të kontrollojë ka vajtur fëmia apo jo në shoh. Pyetja me drejt vërtet do të ishte, a ka këtu një kujdes për të ndërtuar një ekonomi kombëtare apo e tërë ekonomia ka dalë në shitje? Dhe me qoftë se më lejon 2 minuta do të them diçka. Qoftë djathët kur ishin në pushtet, qoftë majtët bëjnë të njëjtën politikë me ekonominë. Propagandë populiste asistenciale dhe shitja e aseteve dhe pasurive kombëtare tek privati. Partia Demokratike e kishte në kuadrin e liberalizmit dhe në kuadrin e një bote globale të hapur, këta e kanë në kuadrin e asaj që e quhen partnershipi publik-privat. Por të dyja sjelljet e tyre janë në dëm të interesave të qytetarit dhe të ekonomisë kombëtare, sepse asnjë filozof i ekonomisë, edhe më neoliberali, nuk thot në librat e tij shisni pasuritë kombëtare, shitini tregjet dhe vini për fund interesin publik duke mbajtur në kontroll dhe duke ushqyer me fonde publike biznesin privat. Tashi, në qoftë se do të ta shpjegoj këtë edhe për qytetarët sepse ka një spekullim të madh. Shpeshherë rilindasit kur flasin për partneritetin publik-privat i referohen modelit gjerman. Për korrektesë juridike, sociale edhe ekonomike duhet të thënë disa gjëra shumë të rëndësishme. Gjermania jo sot, por që kur e krijoi Bismarcku, lindi si një shtet social. 4 kushtetuta ka Gjermania. Kushtetuta që është tashti në fuqi ka 2 nene. Në një nen thuhet Republika Federale Gjermane është shtet social. Në një nen tjetër thuhet prona private ka detyrime publike. Pra, partneriteti privat-publik nuk do të thotë që interesin publik t'ia shesësh privatit, por privati me punën e tij duhet i shërbej edhe interesave publike. Konkretisht, që ta dinë socialdemokratët shqiptarë, e majta shqiptare dhe e djatha. Një njeri që punon në një ndërmarrje nuk do vdesi ai punëtor, fëmia punëtor, edhe nipi edhe stërnipi punëtor. Jo, me parat që merr duhet bëj pasuri. Me pasurit duhet blej aksione, me aksione do ndërtoj kapitale. Në qoftë se nuk bëhet kjo, atëherë i bie që 5% në Shqipëri të kenë 90% të pasurive dhe 95% të përpëliten në bijetesë. Çfarë do të thotë publik-privat? Nuk do të thotë që interesin publik t'ia shesësh privatit, por në menaxhimin e shërbimeve publike mund të hyjë dhe privati. Dhe mund të hyjë bile si një aksioner, skepse i shet të gjitha aksionet. Mund të mbetet edhe shteti, mund të mbetet dhe pushteti lokal, kush e ka në jurisdiksion, mund të mbetet dhe ai me aksionet e tija. Në qoftë se shteti, pra ekzekutivi konkret, shet të tëra shërbimet publike, atëherë pse duhet shteti? Më thuaj, për çfarë duhet shteti? Që kur lindi shteti çfarë është? Është një subjekt politik, institucional, që i shërben kujt? Publikut, shoqërisë. Atëherë në qoftë se tërë publike e ka kaluar privatit, atëherë mos kemi dhe shtet. Të kemi një korporat private, e cila drejton të tëra punët e shtetit. Atëherë le të dali që edhe qeveria mos jetë publike, të kemi qeveri private. Edhe prokuroria mos jetë publike, të jetë private. Interesant. Edhe shërbimi shëndetësor, i tëri, mos jetë publik. Po ne, edhe qytetet mos jenë publike, të jenë qytetet private. Po bëhet kjo? Nuk bëhet. Kështu që kjo tendencë që vihet re, edhe në këto
fjalët që u tha në fund vitit se në 2-3 vjetët e ardhshme do ndodhi një mrekulli, 1 miliard euro do të shkojnë për infrastrukturë dhe këtu do të hyjë në partneritetin privat-publik, privati që do vetë kreditohet e shteti do të hyjë garante e tjera, janë arsyetime jo të bazuara që nuk mund sjellin zhvillim ekonomik. Ore, në një vend, qoftë privati po të ketë borxh bankave, qoftë shteti po të ketë borxh bankave, ai shteti është i rrëzuar. Okej. Përpara se t'ju bëj pyetjen, më lejoni t'ju sjell në vëmendje, po lexoja sot një shkrim të publicistit Agim Gjafka. Shikoni se çfarë thot. Jeta e shqiptarit është plot alternativa. Edhe korrent, edhe dru, edhe gaz. Edhe qezëm, edhe depozita, edhe fuqi plot ujë. Edhe dush, edhe kanoqe, edhe pompa ujë dhe vaska me hidromasazh. Pyetja është e drejtë për drejtë. Çfarë Shqipëri është kjo? Shqipëria shekullit e 21, profesor, në optikën tuaj. Apo vuajmë ne nga një lloj moderniteti i ngjyrosur, ndërkohë që ne vijojmë të mbajmë brekushe orientale? Po, eksakt, ashtu është. Ka një tendencë për të ndërtuar modernitetin e jashtëm. Okej. Sigurisht, moderniteti është një gjë shumë e mirë, sepse është një gravitacion që të çon përpara. Por duhet gjendur një ekuilibër midis modernes, tradicionales dhe kur investon parat publike, duhet mendohesh jo një herë, po disa herë. Pra, cila është e nevojshme? Të shtojmë dhe ca autostrada, apo të bëjmë një gjë tjetër? Ja, kam unë një pyetje. Këto 1 miliard euro që këta duan të investojnë, pse nuk i investojnë për Shqipërinë e nëndeshme? Ore, ç'është kjo urrejtje që kemi ne me nën tokën? Në qoftë se shkon sot në Paris dhe kalon për shembull në një rrugë, fjala vjen, po e marr në mënyrë hipotetike, rruga Jeanne d'Arc. Edhe poshtë rruga quhet Jeanne d'Arc dhe ajo ka një protokoll të tërë. Çfarë tubacionesh ka atje, çfarë linjash kalojnë, si konservohen, sa herë futesh për të kontrolluar, si riparohen, si zvendësohen. Kështu ndodhe në Londër. Tashti, ne duhet të bëjmë investime mbi tokë, pa bërë investime nën tokë. Shiko, Shqipëria më në fund duhet shpëtoj nga ujërat e zeza. Duhet bëhen investime 100 vjeçare për disiplinimin e ujërave të zeza, për kolektorët dhe për fabrikat e defakalizimit. Po bëhet tash në Vlorë. I pyeta mor zotëri, çfarë po bëni? Ja po e bëjmë tha një inxhinier. Ujin po e ndajmë, është i pastër ai që shkon në det. Po mbetja materiale, po nuk e di. Ore, po ku e keni marrë teknologjinë? Po më të përparuar janë izraelitët. Po si e bëjnë ata? E briketojnë, ose e djegin në përfura, sepse ka fuqi të madhe kalorifike, ose e përdorin si ple organik në bujqësi. Pra, kjo duhet bërë në gjithë Shqipërinë. Duhet rregulluar ujërat e bardha në gjithë Shqipërinë, që mos ndodhi ajo që me një sociologji shumë bukur shpotitse, zoti Gjafka që është mjeshtri penës, e ka përshkruar. Pra, ja kam thënë kryetarit bashkisë në zyrën e tij, zotit Velia. Zotit Velia, je i zotit marrësh një iniciativë që u bë në Budapest, edhe u bë edhe në Kroaci, në Zagreb, që para se tym në BE, në çezma tona të rrjedhë ujë i pishëm dhe jo me metale të rënda. Bëni këtë iniciativë, s'ka rëndësi do ikësh ti nesër do ta vazhdoj dikush tjetër. Pra të ketë ujë të pishëm. Ku në çdo shtëpi të ketë një sistem të centralizuar ngroje. Tash ti po bëhesh vendi ku kalon tapi dhe ti nuk ke një projekt 10 vjeçar, 15 vjeçar ose 20 vjeçar. Për gazifikimin e... Po tjetër, që është më të mëshme fare. Zona nga Vlora në Sarand ka 300 ditë me diell. Kam biseduar me një djalë të mençur atje dhe me mendje hapur, që është kryetari i Këshillit Qarkut, kemi biseduar në zyrën e tij dhe i thash: "Zotëri, kërkoj partnerëve europian të ndërtosh atë që quhen qytete diellore, Solar City ose Solar Region. Dhe i gjithë ky rajon të jetë me panel diellor sepse janë 300 ditë diell dhe s'ka nevojë që të argjë." Po pse s'bëhen këto gjëra? Sepse ne punojmë brenda prallës tonë. Ne nuk punojmë në kuadrin e iniciativave globale. Dil sot në Shqipëri, edhe pyet, din gjë për agjendën 2030? Ja. Jep një për je. A janë pyetur klimatologët, gjeografët, meteorologët, pse Shqipëria në behar
është kthyer nga klimë mezetare në klimë tropikale që të mbysin shirat, dhe në dimër nga klimë mezetare në klimë kontinentale minus 25 gradë në dimër. Pse? Sepse ngroja globale ka sjellur ndryshime klimatike. Po ti shkon në Paris vjet e firmos zvendës kryeministri dhe pa u thar boja thot, po ne firmosëm, po s'kemi lidhje me këtë punë. Si mërë zotëri s'ke lidhje? Mua më erdhi materiali nga Akademia e Shkencave të Suedis që thot Ballkani do të rrezikohet nga përmbytje për shkak të ndryshimeve klimatike. Dhe ti do të marrësh masa për disiplinimin e ujrave, për mbrojtjen e tokës, për rritjen e inventarit të pyjeve, për drenazhimet e tokës dhe për disiplinimin e të gjithë baseneve ujore për shi dhe digat. Nëse ti nuk punon kështu, parat ikin dëm dhe ti mballos rrugë, shtron asfalt, edhe ku ishim azikunde. Se dhe kjo çështja rrugëve duhet shpjeguar. Të parët që janë mbështetur ke zhvillimi përmes rrugëve ka qenë Roma e lashtë. Roma bënte një banjë, rrugët e gjëra dhe një shkollë të mesme. Këtë në vitet 30, para luftës dytë botërore, e përdori Hitleri. Në vizet 50 e morën Amerikanët, studiuan pse Hitleri pati mundësi të shpërndante forcat kaq edhe mas shtabet e pa për rrugëve. Atëherë ndërtuan autostradat në Amerikë dhe u përhap zhvillimi ekonomik i kapitalit industrisë në gjithë Amerikën. E bëri Korea e Jugut. Po pse e bëri Korea e Jugut? Sepse ajo zhvilloi portet, zhvilloi lundrimin, prodhon anije dhe të tëra rrugët në formë inke përfundonin ke portet. Tashti, këto rrugët që bëjmë në Shqipëri, përveç transportit të njerëzve, deri diku dhe të mallrave, tjetër për çfarë shërbejnë? Po për kaq, pra zhvillim, një rrugë zhvillim, apo jo? Po mirë, më mirë, po jo gjitha parat ke rrugët, se me 1 miliard ti mund të rregullosh gjithë shkollat dhe spitalet dhe rregullon të ardhmen. Tashti ti bëre një investim ke rrugët. Po mos e fillo, shton pemë anash, pastaj shkul pemët, do shton një korsi. Po tash më fal. Këto parat, ore, ai flasin ajër ndërgjegjes ta. Ore, kujt shojmë këto parat e popullit ne? Këto parat e taksave. Pse nuk konsultohemi? Zhvillimi i qëndrueshëm i Shqipërisë, çfarë ka? Po zhvillimi i qëndrueshëm bazohet në disa parime dhe nuk ka vetëm infrastrukturën. Dhe kur them infrastrukturë, edhe atë nëntoksoren. Ka infrastrukturën, ka arsimin dhe mbrojtjen e natyrës dhe ekosistemet për brezet e ardhshme. Këto janë 3 nga parimet e zhvillimit qëndrueshëm që i ka programi social-demokrat gjerman, me që këta i referohen. Okej. E lëm për pak ekonominë, hidhemi tek një çështje tjetër, e cila edhe kjo ishte një ngjarje, po jo për të shënuar, ajo që u quajt dështimi në marrjen e statusit të vendit të kandidat. Pse dështoi Shqipëria, profesor, në optikën tuaj? Dhe a duhet të pranojmë ne tashmë këtë realitet, pra asnjë iluzion në aderim me këtë tip shteti ligjor? Shiko, ne janë kriju disa iluzione. Ndonjëherë iluzionet janë të mira, po përgjithsisht nuk janë të mira. Ne e kemi marrë statusin për të hyrë në NATO me një sistem të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kush i bën viceklasot Shteteve të Bashkuara të Amerikës për reformën drejtësit mendohet mirë. Lëri këto prallat, jo po erdhi Trumpi është me ne, është kundra këtyre. Imagjinat shqiptare, kujtojnë se gjërat zhvillohen ke kafja e lagjes ku bisedojnë këta. Sakt. E more këtë me i sistimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse shtetet fuqishme antarët NATO-s kanë pas dyshime dhe kundërshtime. Dhe e ke marrë një moment jashtëzakonisht vështirë. Pra, në 15 mars ka ndodhur tragjedia e Gërdecit, në 3 prill ti ke marrë ftesën në Bukuresht. Dhe ka qenë një qëndrim patriotik i opozitës asaj kohe, Partisë Socialiste, e cila nuk ngriti valën e kundërshtimit dhe thoshte si mund të ma pranonin në NATO, kur i gjithë shtabi i përgjithshëm i ushtrisë është i shkarkuar, kur këtu bëhen biznese private me pasoja kriminale. Gjë që e bën këta në Këshillin e Europës, vajten atje, po turp bota, si mund të shkosh në Këshillin e Europës, e thush mos e pranoni Shqipërinë në BE sepse këta janë të lidhur me krimin, me kanabisin. Po lëre se thot ai huaj, ore janë të rrezikta, ta s'duan njëri tjetrin. Tashti, unë nuk është se e prisja që Bashkimi Evropian do shprehi për një pranim, sepse kanë qenë 10 kushte, u bën 5, tash u mblodhën 4. Këto të 4 nuk kalojnë. Dhe dekriminalizimi i vendit, reforma në drejtësi, rregullimi i një
administrate publike dhe respektimi i lirive të drejtat njeriut, përfshi të drejtën e pronësisë, nëse nuk e realizon, do të mbetesh bazdere. Kur zonja e nderuar Vllautin dhe zoti i nderuar Lu i bën presion për pranimin e ndryshimeve kushtetuese, kujtohet çfarë i than? Vllautini tha, s'ka BE po se bët të. Zoti Lu i tha, diskutohet qëndrimi ju në NATO nëse nuk e bëni këtë. Dhe atëre, kur i tha që nëse ai që zvoton të vi nesër në ambasadë ta shikoj emrin ku e ka, vrapuan të 140, gjoja për të gjetur konsensusin, edhe i votuan brenda natës që gjitha ndryshimet kushtetuese. Ne vijmë të kësaj. Është të i kaluar tashmë teza e Tiranës zyrtare që Evropa e Bashkuar është e lodhur nga zgjerimi dhe Ballkani është i lodhur nga pritja? Më duket shumë e ditëzituar kjo. Kjo është një tezë që përdor shpesh. Po, ka hequr dorë tash. Në fjalimin e fundit që mbajti para Merkelit, filloi të fliste për detyrat e shtëpisë, për evropianizimin e brendshëm, për arritjen e Europës brenda nesh, sepse ju vun detyrat me tavolinë. I kanë thënë, rregullohet të drejtat e konsumatorit, sepse nuk din shqiptarët çfarë ushqimi konsumojnë, çfarë rrobash veshin dhe çfarë ushqim ashtu medikamentesh dhe ilaçesh marrin kur ka nevojë për të kuruar. Dhe ka edhe probleme të tjera. Për shembull, një nga projektet më të mëdha që ka Bashkimi Evropian vitin e ardhshëm në Shqipëri është evropianizimi i decentralizuar. Pra në gjitha qytetet ka një projekt me një buxhet jo të vogël për zhvillimin e qyteteve në një rrugë evropianizuese, kryesisht biznesi lokal, i madh dhe i vogël dhe turizmi. Kështu që çështja e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian duhet shikohet me seriozitet nga gjitha palët. Unë gjej rastin të falenderoj këtu zonjën Melinda Bregu, e cila në një fjalim në parlament tekaloi pozicionin e saj partijak dhe tha, shiko, kemi mbi 10 vjet që luftojmë për këtë gjë, po me sa duket do vërtetohet ajo që tha dikush para disa vjetësh që 100 vjet mbas mbarimit të luftës së parë botërore, në 2018 do të jetë koha kur Shqipëria mund të aderojë. Tash zgjerimi i BE-s ka pasur diskutime, Fekeshtajni ka folur sot dhe tha që nuk do ta shikojmë me dyshim, me skepticizëm zgjerimin, por Europa ka probleme të tjera. Dalja e Britanisë Madhe nga Bashkimi Evropian ka lëkundur shumë ekuilibra. Ardhja në pushtet e një leadershipi që do të shikojë interesat e një Amerike të fortë dhe investimet brenda Amerikës është një problem tjetër. Mbetja pezull e propozimit që amerikanët prekohesh e kanë bërë gjermanëve për tregtinë e lirë është dhe ky një problem tjetër. Dhe 2017 është pak e nakatosur sepse në Amerikë do të kemi të paktën 6 muajt e parë implementimin e udhëheqësisë së re amerikane që do të zbresi deri në nivel ambasadorësh e tjera. Në 23 prill kemi zgjedhjet e përgjithshme në Francë dhe pas ngjarjeve të 2 viteve të fundit mund të ketë një rritje gati të pakontrolluar të dathës ekstreme të zonjës Le Pen. Në gusht zonja Hekurt Merkel tenton të marrë mandatin e 4, por disa prova që u bën tash në zgjedhje lokale humbi edhe në zonën e saj. Kështu që nuk është 2017 pa pastrimin nga rekordet kriminale në gjitha nivelet në Shqipëri, është gati e pamundur që ne të marrim ftesën për antarësinë në BE. Nëse situatën, vim pak ke situata politike 2016, profesor, nëse situatën politike të vitit që sapo lam pas e përfytyrojmë për një moment si një fush të madhe shahu. Si do të identifikonit juve fushën e shahut të zotit Rama? Jam kurios. Më pas fushën e shahut të zotit Meta, të zotit Basha. Nuk e di pse si mbajti një mendje. Bëjmë një asociacion midis. Po, në qoftë se do të kishim një lloj shahu, edhe do të imagjinonin se si do ta ndërtonte fushën e vet të shahut përballë kundërshtarit Rama, unë do ta imagjinoja si një mbret me 2 pamje, mbret dhe mbretresh, pa oficera dhe pa kuaj dhe pa tora, vetëm me ushtar mundësisht shumë të shkurtër dhe gjysma nga ata femra.
ndërsa përballë pa kundërshtar fare. Ja pra. Në qoftë se do të më pyesësh se si e imagjinoj unë fushën e shahut të Zotit Basha, e mendoj si një mbret i ri që fati e solli të jetë në pushtet pa ndonjë kontribut, dhe që sa herë që bën të ulet mbrapa e gjen fronin mbretëror të zënë. Mbreti i vjetër është atje. Figurat i ka të çarmatosura dhe të zhveshura nga uniformat, kuajt ikin nga të duan, dhe përpara ushtar të rinj që ai quan herë qytetar dhe herë një brez i ri teknokratësh që ka afruar. Megjithëse brenda atij brezit të ri teknokratëve ka vërtet djemë dhe vajza shumë të mirë, të cilët në kundërshtim me pikpamjet e Zotit Basha, edhe në fushën e botimeve kanë dalë pro qëndrimit amerikan për reformën e drejtësisë dhe nevojën për implementimin e këtyre ndryshimeve. Për shembull, përmend një profesor të shquar që ka studiuar në Austri, Dritan Hoti, i cili është në këtë grupin e të rinjve të PD-s, po ka një qëndrim dhe një mendje krejta hapur. Në qoftë se më pyet për fushën e shahut të Zotit Meta, e mendoj një mbret dhe një mbretëresh që janë gozhduar në ato fronet mbretërore dhe nuk lëvizin, edhe ka vetëm 4 oficerë që ju ndron uniformat dhe njëherë e çon njërin ke mbrojtja, tjetrin e çon ke ato, dhe një masë të rinj që ju thotë hajdeni se po të vini ke mund bëni karrierë. Kështu i mendoj. Okej, mendoni juve se ky vit shënoi një rritje të valës së populizmit shterb të segmenteve të politikës? Shumë. Një lloj bombardimi? Shumë nga buron kjo, nga mungesa ideve, strategjive. Ne nuk kemi dalë akoma nga mentaliteti totalitar. Sakt. Dhe partitë tona janë bërë partitë pushtetit dhe tregut, po partitë ideologjike kanë mbetur. Se janë këto parti elektorale. Dhe duke qenë se në administrat punësohen vetëm ata që kalojnë përmes shtegut partisë, atëherë edhe njeriu nga natyra është utilitar dhe thot, po kaloj ke zyra e kësaj partie dhe për një herë bëhem edhe drejtor, bëhem edhe dikushin në administratën publike. Dhe vjetre, për shumë, po të shikosh parullat. Parulla e Metës është edhe një i varfër mund të bëj karrierë, dhe një njeri që vjen nga familja e varfër. Edhe më kujtohet një thënie Artur Ruiz, ke Artur Ruiz që thoshte, çfarë isha unë fillim, një djalë i varfër i bronzit. Basha thot, në aleancë me qytetarët, partia e hapur, kurse Zoti Rama flet për gjeneratën e re, Shqipëria e gjeneratës re, por po të shikosh, qoftë LSI-ja, qoftë PS-ja, bëjnë rekrutime në masë, ndajnë dokument partije në manifestime që nuk të bindin, sepse dhe aderimi në një parti ka një lloj motivimi, ka disa shkaqe të motivuara dhe të arsyetuara, jo kushdo është kaq i disponuar dhe kaq i predispozuar që mjafton të bëhet një thirrje dhe ai shkon atje, hyn në një sallë ceremoniale dhe përpara kryetarit partisë merr një dokument partie. Kështu që kjo fryma populiste e ka dëmtuar shumë kulturën institucionale dhe demokratike në vendin tonë. Dakor. Nuk do të ndalesha shumë gjatë tek politika, sepse është realisht e mërzitshme. Do doja të hidheshim së bashku te kultura, aty ku edhe ti e ke gjanë. Çfarë kulture konsumuam për 2016-ën? Cilat ishin ngjarjet që shënuan kulturën e Shqipërisë në 2016-ën? Po, vazhdimisht se të dy jemi konsumator të mirë të kulturës, jo konsumator relaksus, po konsumator shpirtëror, dhe mundohemi të ndjekim aktivitetet që zhvillohen. Po, do të përmend disa gjëra. Në aspektin kulturor, qofse bijem dakord dhe duhet bijem dakord që edhe shkenca është pjesë e kulturës, unë mendoj që gjë më rëndësishme në 2016-ën ka qenë botimi i një libri, i një studiusi me origjinë shqiptare nga Çamria, Nikos Stylos. Po, e kam intervistuar këtu. Ai jeton në Gjermani, është një studius i thellë i etruskishtes, dhe Nikos Stylos
ka plotësuar me librin e tij një lloj amaneti të Budës, edhe të Çabejt, edhe studiusëve të tjerë, sepse me studimin e tij fondamental në disa mbetje terakote, ajo ka qenë Masebut, po u doj qyteti dhe u tha, dhe ky ishte fati, të gjetur në muzeum në Greqi, ai ka identifikuar alfabet me pothuaj 47 gërma, nëse s'gabojmë, o 43-47, të cilat nuk përkojnë me alfabetin helen. Grek, apo që përdorin romakët, dhe ai në mënyrë krahasimore e ka gjetur këtë të ngjashëm, pothuaj në mënyrë absolute, me atë që është njohur si alfabeti i Elbasanit ose alfabeti i Daskaltodit. Megjithëse profesori thotë që emri i Daskaltodit do të jetë shtuar më mbrapa, thjesht për t'i vënë një emër, sa ai është shumë herë më i hershëm. Në teatr duhet të nënvizoj disa arritje. Po e filloj me vënje në skenë të Tri motrave të Çehovit. Ka qenë një vënje spektakolare, sepse ka qenë një vënje integrale. Në përgjithësi teatrin e ka vuajtur nga shkurtime, për efekt fondesh apo personazhesh e tjera, shkurtoheshin pjesë dhe ndonjëherë spektatori, sidomos ai që nuk e njihte veprën të shkruar, nuk arrinte të kuptonte kombinacionet që ndodhin brenda vënies në skenë. Është për mendimin tim vënje me shumë sukses i Zbutjes Kryeneqes, nga një regjizore e re po me shumë talent, Elma Dorezi. Pastaj kemi Pirandelon, sot do të luajmë Patex, Driada Dervishit, dhe ajo një regjizore e re, dhe do një pjesë tjetër që edhe kjo që po vën tashi së fundi me Xhelili e Vaklav Havelit ishte një vënje skenike shumë e bukur. Por në teatr dua të theksoj një moment. Diku nga pranvera, para mbylljes së sezonit, ka pasur një vënje në skenë të një kryevepre botërore, Romeo dhe Julieta, ka qenë një koproduksion, një bashkëprodhim me një grup mix të aktorëve kosovar dhe aktorëve serb. Dhe publiku ishte i vendosur brenda në skenë, jo në sallë. Dhe kemi parë nga afër, unë kam bërë goxha fotografime, ka qenë një interpretim i jashtëzakonshëm, një komunikim edhe në stil edhe në regjizor. Festivalet e filmit u zhvilluan. Dea Film Festival u zhvillua dhe pati goxha prurje të mira, filma jashtëzakonisht mirë, unë isha edhe në juri dhe i ndoqa nga afër. Festivali për drejtat e njeriut që zhvillon Marubi, edhe ai u mor si vjet me probleme shumë të rëndësishme, pata rastin të shikoj disa nga prurjet, po edhe Tifi, Tirana Film Festival, pati goxha prurje. Jeta koncertore ka qenë e pasur. Unë do të evidentoja këtu në pranverë një koncert live me muzikë popullore shqiptare në gjitha trevat nga Shkëlqen Doli. Jo ky aktivitet i fundit, po ai ka qenë vërtet një aktivitet brillant. Bile ideja ime është që me fonde nga Ministria e Kulturës ai mund të lëvizë në gjithë Shqipërinë, mund të edhe të incizohet për të kthyer në CD dhe mund të shpërndahet, sepse është një propagandë. Kanë vazhduar dhe koncertet e orkestrës radio televizion. Dakord, jam dakord me gjithë këtë pasqyrë të aktiviteteve, por kam një pyetje thelbësore, profesor. A patëm ne në këtë vit që lam pas një strategji të mirë përcaktuar të zhvillimit kulturor? Apo mbetëm thjesht të këto aktivitetet, cilat për i të vërtetës, bravo që janë, por puna është çfarë strategjie nga 1 janari 2016 deri në fund? I dashur Rezar, ke goditur në zemër. Ne nuk dim punojmë me strategji. Ne kemi 25 vjet që nuk ndërtojmë një strategji të zhvillimit kulturor. Vjen një parti, bën ca gjëra. Hikën ajo, vjen një parti, bën ca gjëra të tjera. Marrë zotëri. Po mirë më ndauni për pushtetin. Pale që nuk ndajni sa ata puthen se kanë bizneset bashkë. Po ta zëmë se ndahen. Po të shkeni me kulturë. Ne duhet dim, në vitin 1992, sa përqind e buxhetit shtetit shkote për kulturën. Dhe ti do të merje angazhim
Në 92-shin është kaq, në 2002-shin do ta çojmë kaq. Po, Në sigurisht. 2012 do ta çojmë kaq, në 2022-shin se pa para nuk bëhet, nuk zhvillohet. Çfarë do zhvillojmë? Po do zhvillojmë për shembull kulturën monumentale. Do rinovojmë, do nxjerrim në dritë të diellit, do restaurojmë të tëra monumentet kulturës, përfshi dhe monumentet e kulturës së religionit. Sepse ne nuk kemi një inventar, vizitova si vjet në Behar një kishë të vjetër të Shënmërisë me këtë emër në Lukov. Atje është një kishë e ndërtuar mbas të 10-s, afër zyrave të ish komunës, që bie këmbana po nuk shkojnë njerëz, ishte edhe kjo kisha e vjetër, vajta e pash. Ajo ishte ndërtuar sipas modelit që ndërtoheshin kishat, të cilat duhet shikonin njëra tjetrën për të komunikuar. Në një kodër me sullinjve, hyra brenda, çat shikoje. Çatia në pjesën fundore kishte rënë. Edhe si një dorë për të kujdesur ishte futur një deg e një fiku të vjetër atje brenda. Dhe pash që një natë përpara ishin ndezur qirinj, bëra fotografi, bëra edhe një video që është shpërndave e tjera. Dhe pyeta drejtorin e shkollës që më adresoi, Odise Papa, një burr shumë serioz, i thash, o dikush ka qenë brëm atje. Ishte një grup turistësh ta, ka filluar një lloj turizmi miks, njerëz që nuk njihen nga gjitha vendet e botës bashkohen dhe bëjnë bashkë turizëm. Dhe kishin qenë polak, italian, francez, gjerman, që e kishin vizituar. Shkon në përmet, japonez në mes të përmetit, po këta pse kanë ardhur, do shikojnë kishën e Leusës, se është një kishë shumë e rrallë. Pra, ka kisha para bizantine, bizantine, post-bizantine të besimit ortodoks. Lexoja tashti një libër të një studiusi, të një prifti polak që kishte udhëtuar në Shqipëri në gjysmën e dytë të shekullit 19 dhe flet për monumente të kultit në zonën veriore që unë jam kurioz, ore e di njeri ku ndodhet, a bëhen studime, a ndërtohen albume, po fotografi bëhen, a ka projekt për restaurime, a ka një projekt për të restauruar shtëpinë e Fishtës, po e kanë lënë në atë Deregje, po shtëpinë ku ka qenë ky Ferenc Nopçe në Shkodër. Ka në i përpjekje? Po shtëpinë ku ka fletur Bajroni në Gjirokastër, ka? Pra, në qoftë se zhvillimi i kulturës nuk bëhet me një strategji, thirrjet janë o burra bini projekte, kush të marri parë deri në dhjetor, mbaroi kjo punë, pastaj ja s'kemi lekë, kemi ndarë lekët e tjerë. Ore, nuk bëhet kultura kështu. Kultura është elementi bazë i zhvillimit një kombi. Në qoftë se ne humbim edhe atë pak traditë që kemi krijuar, një nga marrëzit më të mëdha të globalizmit është krijimi i individit të izoluar global. Që do thot? Që do të thotë që ky njeri nuk merr përgjegjësi për identitetin, as do t'ja di fare për traditën, për rrënjët historike, ai mendon se si të arrit jetë i suksesshëm në tregun global. Kam një pyetje. Për kulturën do të thoshim edhe diçka, nëse më lejon. Po. Pjesëmarrja e ekipit ton kombëtar në finalet e Evropianit ka qenë sepse dhe sporti hyn te kultura, po sidomos kultura qytetare e sportdashëve shqiptar, të cilët me një manifestim të jashtëzakonshëm treguan edhe një kulturë evropiane në qytetet e Francës dhe në stadiume. Agim Doçi thot, kujtohet profesorin, janë privatizuar mjedise kalash, janë kthyer në bar kafe, madje më keqja është se janë pakzuar me emra të huaj dhe nuk ka asnjë emër si Brana Konti. Kush jep, kush mban përgjegjësi, kush duhet përgjigjet? Si ka mundësi, thuj zotit Agim, me cilin paguaj respekt, Ministria e Kulturës humbet gjyqin dhe humbet Kalan e Lezhës. Se janë turpe. Pse s'to që ja kam falur? Po. Se shiko, unë kam parë kala jashtë dhe ti ke parë. Sakt. Shumë kala jashtë, kështjella, katedrale e tjera, bashkëshoqërohen edhe me një sektor shërbimesh, ku blen albume. Po, dakor, po janë kioskat vogla në televizë. Pra, se do të them, por të tëra këto aksesor janë në funksion të vizitorëve. Sakt. Dhe nuk lën përshtypjen, se më the pak përpara ti që kur përbrënde Agim Gjafkën,
për ato. E di çam kujtoj ajo? Atë që thoshte Edi Durhami kur vajti në Berat. Kur takova qytetarin Beratas, ai ishte më i kulturuar se sa qytetarët më të përparuar anglez. Por kur takova fshatarin, ai ishte 3 shekuj mbrapa, po ta krahasoje me fshatarin. Prandaj, stop me abuzimet me kulturën. Stop me abuzimet me artin. Arti nuk është relaks. Relaks është cirku. Teatri është tjetër gjë. Dhe në qoftë se ne nuk edukojmë gjenerata, po kur them gjenerata, jo vetëm fëmijët e Tiranës. Sigurisht, sepse Shqipëria nuk është vetëm Tirana. Edhe shikojnë Arthysin, shumë mirë. Po fëmijët e Tepelenës, po fëmijët e Bulqizës, po fëmijët e Kulsyrës. Shkruan të një shkrimtar i Përmetit që i kishte marrë një mesazh nga një vajzë nga një fshat i thellë i Përmetit, që i thoshte babagjyshi i Tiranës, të lutem më bjerë dritat se po i festoj vitin e ri me bishtuk si shehë përpara. Kam një pyetje nga një tjetër mik ynë i përbashkët, tenor i famshëm Agim Hushi, dhe thot, pyeteni profesor Kabonësish, këshilltar i kryeministrit Nano për kulturën. Si ndjen veten sot në raportin e Ramës me këshilltarin e tij aktual të kulturës, zotin Fate Velaj, që solli për 160.000 euro, gati sa që është buxheti vjetor i Teatrit Operës dhe Baletit, në një grup prej disa 34 në instrumentistësh nga Vjena. A është ky një raport të qesharak deri grotesk dhe fyes për kulturën dhe qeverinë? Pyet zoti Hushi. Shiko, fondet për kulturën dhe për artin në një vend të varfës si Shqipëria të limentuar, po ato bëhen thërime kur nuk menaxhohen mirë. Për shembull, unë mbaj mend që me atë vit me propozimin tim, kryeministri aprovoi një shifër gati 100 milion lekë vjetra për të parin festival teatri në Butrind. Dhe sot e kësaj dite, po ta pyetësh Bualiotin edhe atë bashkëpunëtorin e tim Montin, thonë vetëm një herë kemi marrë fonde që na ka dhënë. Dhe gjithmonë fondet kanë ardhur duke u zvogluar. A është qesharak fondi i Teatrit Operës? Është, sepse ne kemi një ngjarje. Ilir Kerni u pompua nga e njëjta qeveri dhe ministër si shpëtimtar i Teatrit Operës, dhe në fund fare e për shpëtuar në derin e tij iku, u largua e tjera. Pra, nuk dua të ngatrojmë dy gjëra. Me atë që jam dakord me mikun tim, zotin Hushi, është kjo. Fondi për Teatrin e Operës, për orkestrën e radio televizionit, për teatrin kombëtar, po dhe për teatrot e rretheve, duhet jetë më i madh. Qoftë ky fond që vjen nga buxheti qendror, qoftë që vjen nga buxheti lokal. Vetëse ka dhe një gjë, që Agimi duhet ta di më mirë se kushdo tjetër. Institucionet e artit e rrisin buxhetin vetëm kur krijojnë buxhetet përbashkëta me partnerët tuaj. Pra, shko antarsohu në lidhjen evropiane të teatrove, apliko dhe merr fonde. Shko apliko në lidhje evropiane të teatrove të operave, apliko. Mirë, po që të futesh atje do këllqe. Do këngëtar që nuk e fillojnë punën ke kafja e teatrit, dhe që s'kan lexuar një libër, dhe që nuk blejnë CD e nuk dëgjojnë muzikë. Kur erdhi nga jashtë mësolle babun, kujtohet? Dhe ishte nga dhuratat më të bukura që më bëri. Tashti, a duhet vinte ky asambli? Në gjykimin tim duhet vinte. Unë nuk i hyj detajeve sa kushton se. Por një shtet nuk është. Unë di them vetëm kaq. Të nesmen e ardhjes së atij asambli në një orkestër simfonike në Bolzano, ku është edhe një violinist shqiptar, është diskutuar me superlativet e ka thënë si ka mundësi që një ditë mas koncertit, të gjithë ata muzikantë të cilët nuk janë orkestrant, janë koncert maestro. Të gjithë ata kanë repertorin e tyre, jetë koncertale, erdhën dhe luajtën në Tiranë. Mos e bëjmë si ata që kur vajti shefi i kabinetit të Princ Vidit në Shijak dhe takoi rebelet, i thanë, pse të marri mësuesi më shumë para se sa Hoxha, prandaj nuk e duam princin. E mbyllim me kaq. Shikoni, ne këtu në këtë studio kemi vite që në fund të bisedës me profesor
ka bëjmë edhe një lloj vlerësimi të ministrave për cilët ne kemi votuar, për cilët ne paguajmë. Rrogat e tyre dalin nga taksat tona, nga ato çfarë ne paguajmë. Kështu që edhe këtë herë nuk do t'i largohem traditës dhe do doja të bënim një kalim të shpejtë, profesor, me lejen tuaj, kërkoj këtë gjë. Na e mori këtë model edhe ambasadori Lu. Po, kur e di edhe e kujtova. Me një përcaktim të tillë. Kalon, skalon, mjaftueshëm. Okej. Do t'i vëmë sikur janë përpara një grupi pedagogjik. Ka ardhur për dhënë një provim, e kaloj apo e ngel? Sakt. Si jemi ne që vendosim? Ja, sigurisht. Madje do thoya këtu mund të kemi edhe një qëndrim subjektiv, po gjithsesi. Po të bazuar. Të bazuar. Po. Jo subjektiv anatemus. Anatemus. Okej. Regjiana ndihmon. Kush është i pari? Ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati. Nuk mund të jetë më ministri i Jashtëm. Një arsyetim mund ta japësh me një fjali. Nuk u arrit të futej në UNESCO Kosova. Okej. Ka pasur probleme të mëdha dhe akuza për figurët morale deri fyerje banale në Komisionin e Politikës Jashtme. Dhe në politikën e jashtme të Shqipërisë, qoftë deri dhe ke emërimet, shiko, të kujtohet kur erdhën pushteta çfarë thanë? Po. Mbledhjen e parë pa u bërë ministra, vajtën e bën Turqi. Do bënin mbledhjet përbashkëta me Turqinë, se Turqia ishte aleati në strategji. Ku e kanë Turqinë sot? Sakt. E kuptuan që Brukseli është këtej nga veriu. Dakor. Ecim me foton e radhës me ministrin e radhës. Po, ministri i Rendit, Sajmir Tahiri janë atemuar gjatë 2016-ës maksimalisht nga opozita. Nuk mund të jetë më ministër, duhet ta lexoj mirë që drejtori i përgjithshëm i CIA-s nuk e takoi. Okej, mjaftohemi me kaq. Kaq mjafton për të thënë shumë gjëra. Kalojmë ke në Ministri i Radhës. Po, Ministri Financave. Për gjithë ata që nuk e din, Arben Ahmetaj ka mbaruar studimet për gjuhë angleze. Eci më tej. Jep një përcaktim. E ke dëgjuar ti këtë thënien bombastike të këtij 2016-s që lumturia në Shqipëri është rritur 15%? Ky e ka thënë. Edhe dua ta pyes, ore, po si e mati lumturinë me përqindje? Ti duhet të jesh ekonomist. Përqindja është element statistikor. Pra i thonë në 100 njësi ke marr kaq. Në cilat tregus lumturia na urit 15%? U ritën 15% të ardhurat, u zbrit 15% varfëria, u rit 15% cilësia e jetës, për çfarë? Pra nuk kalon, nuk ka asnjë. Okej. Të kujtohet vjeti kur më ke pyetur mua që për ish ministrin e financave për profesor Canin? Po. Kujtohet çfarë kam thënë? 4 ministra të socialist e synuajnë për t'ia marrë vendin. Ky ishte njëri. Dakor. Ngel në klasë, më vjen keq, zoti ministër. Nuk, për mua. Ai mund bëhet dhe zvendës kryeministër vini tjetër. Okej. Kalojmë tek figura, ministri kryqëzuar si Krishti, Ilir Beqja. Në qoftë se doktor Tritan Kalo, doktoresh Anika Dokle, doktor Petrit Vargu, shkencëtarja e mjekësisë Silvana Bino, profesori nderuar Flamur Tartari dhe profesori nderuar Edmond Kapedani, do më thonin që ky duhet jetë ministri i shëndetësisë edhe për 4 vjet të ardhshme, edhe unë do ta votoja. Dakord. Besoj se e kupton përgjigjen. Okej. Ishte pak diplomatike, po. Jo, se çfarë diplomatike. Nëse këta mjek të nderuar e kanë anatemuar, atëherë çfarë pret nga unë? Mos jam mjek. Tritan Kalo është profesor. Lexoj, ke lexuar në status ti në Facebook? Ose Anika Doklen çfarë thot për shërbimin obstetrik në Shqipëri? Bisedo me profesor Flamur Tartarin. Saktë. Bisedo me profesor Ed Kapedani, të thonë ata, po me shkencëtaren Silvana Bino, që njihet në botë, është në forumet drejtuese të OBSH-s. Kalojmë ke Ministri i Radhës. Po, Ministria e hekur të mbrojtjes, si kundër cilësohet nga një herë. Për mua kalon. Kalon? Po. Wow, po ky është një lajm, më jep një argument. Po më duart roket. Je me fat, mi Miko dhe Lije, pas ke kaluar klasën, por prap nuk jam i binder, profesor.
Unë jam. Nga informacione që kam, Dakor. vlerësohet nga partnerët, nga homologët e vëdeve tjera të NATO-s. Nga burimet që unë kam. Okej, mirë. Kalojmë këtë kush ta ndjek Mimi Kodhelin. Po, Ministri i Arsimit, e reformave të shumë diskutueshme. Bas asaj që ndodhi me atë studenten, kjo duhet kishte ikur vetë. E di pse, ore, mund mos ketë asnjë përgjegjësi, por njeriu shpëton figurën morale. Dakord. Dhe nuk mund të, shiko, Ministri i Arsimit në një vend me kaq probleme se ka Shqipëria, duhet të jetë njeri me mjekër. Jo në kuptimin figurativ të fjalës, por realisht një shkencëtar, një njeri që i ka kaluar shkallët e arsimit. Unë e vlerësoj për kontributin e për punën që ka bërë. Po flasim për kapacitete. Zonja Nikola, më vjen keq që nuk mund të bëj dot avokaturën tuaj. Edhe pse do ta doja. Ecim kush e ndjek? Po pse do ta doja ti? Po i çakot. E respektueshmja Ministre e Kulturës, Mirela Kumbaro. Nuk kalon. Mos, edhe kjo? Nuk kalon sepse komuniteti i artistëve dhe përgjithësi komuniteti i kulturës ka vrejtje serioze, nuk është i kënaqur. Unë bisedoj shpesh me ta. Unë e kam takuar dhe vetë këtë, një rast kur i vajta për të ndihmuar disa artistë të përmetit, po, jo. Ja kam një pyetje, sa fonde ka sjell jashtë kjo nga Bashkimi Evropian për zhvillimin e kulturës në Shqipëri? Me që kjo është dhe frankofone. Po. Të më thotë. Qa bëri kjo për restaurimin e shtëpisë së Gjergj Fishtës? Kjo po. E çfarë të reje solli kjo në atë samitin e diasporës? E vuri me shpatlla për muri Florian Vlashi. Edhe filluan të justifikosh. Dakord. Okej, ecim kush e ndjek Ministrin e Kulturës në radhë nga kabineti Ministri i Ekonomisë. Kalon me notë të lartë. Me dorë të lirë, pas ke të lirë dorën. Ja, kjo është gruaja më me kulturë që ka qeveria. Me një kulturë të jashtëzakonshme, me një thjeshtësi, unë e ndjek kur shkon jashtë, e mirë pranuar nga njerëzit më serioz. Kjo është nga ato që jeton me rrogë. Dakord. Përshëndetje ekonomi. Ecim me Ministrin e Radhës. Panariti. Ka kaluar dhe vjetë Panariti duhet... Madje edhe në qoftë se do të vi një forcë djathtë, do t'i thosha shumë modestisht, bajni këtë Ministër Bujqësie. Me sa kujdes për gripin e shpendëve, ka sjell tashti gjellë të rinj nga Danimarka për ndryshimin e atyre që sumurën. Teknicien të ke fundit, dhe i pasionuar. Kush e ndjek Ministrin e LSI-s? Një tjetër LSI-stë, Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, shumë i diskutueshëm. I diskutueshëm që u bë minister dhe i pa diskutueshëm që s'duhet bëhet më kur minister. Po 7 muaj e vonoi arrestimin e atij. Balilit. Për qarë? Më thuaj ti. Po për reformën kujtohet ç'a thoshte? Po. E pastrojnë vetë shtëpinë tonë dhe s'ka nevojë të huajt këtu. Fliste me 2 kuptime në çdo takim. Mira, ata është një jurist niveli. Po, shiko, John Proctor, i prokurori, tha, s'jam më prokuror se e shita shpirtin. Po e shita shpirtin dhe po dolen pazar e blend për dorër. Zoti Manjani, më vjen keq, nuk arri dot t'ja bëj avokaturën. Ecim me Ministrin e Radhës. Gjermeni, Ministri e Urrit të qeverisë. Nuk kalon as kjo? Kjo është një grua me vlera pozitive si njeri, po nuk... Shiko, është një jetë shumë e hedhshme kjo. Do sulm, duhet të vraposh. Sakt. Eglantin, të duhet qikë stërvitje për të vrapuar. Kush vjen pas saj? Po, Ministri i Mjedisit, një tjetër LSI-s. Ministri i Mjedisit që sjell në parlament ligjin për importimin e mbetjeve, nuk mund të jetë, ministre. I shtuan dhe pak ëmbëlsirë sipër, gjoja me amendamentin që disa specialist nga shoqëria civile do shkonin në dogan kur të vinin mbetjet
që ata t'i kontrollonin ishin rregull. Ore, po kaq naiv na bëni ju? I them atij që e propozoi këtë amendamentin. Ore ti, pse s'propozon një ligj që pasurinë tuaj ta kontrollojmë ne, shoqëria civile dhe më vëm mua kryetar. Ti kontrollon. Provo këtë po desha. Vjojmë me ministrin e radhës. Po, jemi ke vetë zvëndës kryeministri Niko Peleshi. Një përcaktim, jam shumë kurios. Ky që tha që e fermosëm atë në Francë, por ne s'kemi lidhje me atë punë. Marrëveshjen për menaxhimin e krizave ambientale, etj. Po çfarë ke parti nga ky? Ky ka çuar ca fonde në Korçë. Kaq. E di çfarë thotë zvendës kryeministër? Eminence grise. Do vraposh në gjithë qoshet e vendit. Pyete këtë ti, ka qenë herë Tamar ky? Po në Bytyç ka qenë? Po në Tropoj ka qenë ky? Ka qenë herë ky? Po në Malsinë e Shkodrës ka qenë? Po në Malsitë e Përmetit ka qenë? Po pse s'bëri një rrugë për Frashër ky? Po i çoi gjithë fondet në Korçë. Edhe e ke kap dhe bukur në pozë. Niko, me gjithë përpjekjen time dasha mirë se për të mbrojtur, e kam të vështirë. Mos u trego për të nesër. Për shaka. I fundit në radhë, po. A jeni juve dakord me një teori sipas së cilës zoti Rama është kryeministri më i dobët që ka pasur Shqipëria në këto 50-60 vitet e fundit, profesor? Me çfarë matet? Se mund ta thuash, se unë dëgjoj për ditë Shqipëria më e mirë pa Edi Rama. Po. Dakor. Mund të gjejmë 10 veta që janë më të mirë se Edi Rama. Mund të gjejmë edhe 100 veta që janë më të mirë se Edi Rama. Mund të gjejmë edhe 1000 veta që janë më të mirë se Edi Rama. Qartë. Dhe 10.000. Po mund t'i bjerë që në këta 10, 100, 1000 dhe 10.000 nuk ka vënd për bashën. Që vetë shpallet kryeministër, pa drejtuar asnjë gjë. Dhe dështime në të gjithë fushat ku ka drejtuar. Po pse po ndevijon, e kalon as e kalon? Po nuk varet nga unë ai. Sa i qofse fiton zgjedhjet është i kaluar. Ç'a ti bëj unë atij? Se heq dot. Jo, në këtë mandat që ka drejtuar 4 vjet. Po ai është në nivelin mesatar të ministrave të tij. Dakor, ja kjo. Ai vetë ka pranuar. Kjo ishte. Ti i pe emaillat e fundit çfarë thoshte ministrave? Saktë. A kemi thënë këtu para 2 vjetësh që i tha turku që keni bërë në bark po ju rritet. Aja tha ky ministrave të vet. E tjera. Ai duhet të rregullojë një gjë. Duhet të rregullojë institucionalisht raportet e tij me Partinë Socialiste. Po. Sepse nga një parti që prodhonte vlera është kthyer një parti me njerëz anonim që nuk i duan askujt. Jemi në fund fare, do doja një përcaktim sintetik për 2017. Si e shikon? Një vit tepër të vështirë, i cili nuk do t'i shmanget dot provokimeve të rrugës. Deklarata e fundit e Palokës, që me gjithë arsenalin që kemi, brenda në parlament dhe jashtë parlamentit, s'do ta lëmë rahat të qeveri dhe do të shkojmë në zgjedhje pak të qeveri, me qeveri teknike, janë paralajmërime për prishjen e ekuilibrave të brisht që janë arritur. Do të jetë një vit i vështirë sepse gjendja ekonomike do të vazhdojë kjo që është. Do të jetë një vit i vështirë për faktin se në mënyrë okulte, me lloj-lloj makinacionesh, do të përpiqen të vonojnë implementimin e reformës në drejtësi. Do të jetë një vit i vështirë sepse Partia Socialiste në pushtet ka bërë një gabim të rëndë. Erdhi në pushtet në 2013 e pa përgatitur dhe humbi 4 vjet për të krijuar ligje dhe për të implementuar ligje. Ja të themon një, ligji për arsimin e lartë, hyri këtë vit akademik edhe me aktet në ligjore, Partia Demokratike ka thënë që unë sa të vit do ta heq. Atëherë njerëzit janë të dyzuar, thonë, po prit do ta bëjmë, mos sa bëjmë të. Dhe 3 muaj koke, janar, shkurt, mars. Pastaj hynë në muajt elektoral. Marrim ligjin për pronat. U punu 4 vjet, shkojë edhe në Komisionin e Venecës, erdhi e tjera, prit dalin në fletorën zyrtare, kur do implementohet, hyri janari. Baroj. Kështu që edhe dhe arsyeja tjetër është ajo që para thash. Amerika është ngarkuar me implementimin e sistemit të ri, të administratës Trump. Administratës Trump,
Bashkimi Evropian Me zgjedhjet e... me zgjedhjet, po ka dhe një problem madh. Nga shkurti fillon procesi Brexit. Shkëputja me Britaninë e Madhe. Dhe vendet fqinje nuk janë stabilizuara. Greqia vazhdon me borxhin që i kërkohet, Italia me paqëndrueshmëri politike, kështu që do të jetë vit i vështirë. Profesor Kapos, falenderoj që ishe me mua sot dhe për këtë panoramimin tuaj që juve i bëni në çdo fund viti ose fillim vitit që lan pas. Nderuar miq, kemi qëndruar së bashku në një bisedë prej 1 orë 55 minuta, një bisedë që bëhet rrallë në studion tim, unë e bëj me qef, ne pam optikën e profesor Kapos për vitin që lan pas, por edhe për atë që sapo kemi hyrë. Unë i falenderoj që ishit në shoqërinë time dhe ju. Mund të them diçka? Jepi. Ne kemi traditë që pavarësisht se jemi sot data 9, por ne i urojmë njerëzit. Ba, sigurisht. Njerëzit janë aty i ke përballë. Janë të gjithë të tutë, profesor. Unë do të uroja të gjithë shqiptarët, kudo që janë, në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, në trevat tona këtu në rajon, po dhe në emigracion, që mobilizohemi të gjithë për të ndryshuar gjendjen në Shqipëri. Të lëmë mbrapa dyshimet, pasigurinë që kemi shpesh me veten, të sillemi mirë me atë dheun, me fatin e fëmijëve tanë, po sidomos edhe partnerët ndërkombëtarë. Dhe do të them edhe diçka, unë nuk thash asnjë gjë të veçantë. Unë thash vetëm atë që ndjejnë dhe mendojnë të gjithë shqiptarët. Është ka arsye që të falenderoj edhe një profesor për prezencën dhe për çfarë thatë në këtë 1 orë 55 minuta. Ne stopohemi këtu. Unë ju le takim për ditën e mërkurë në orën 22:30. Deri atëherë kalofshi qetë. Natën e mirë.